Nga ky vend, ku shpirti gjen rahatin e vet, ku zemra qetësohet, ku trupi i nështrohet krijuesit të gjithësisë. Dashurit e mi, ku do qeni këto qaste? Në këtë ditë të Arafatit, në këtë ditë të Arifës, një ditë para Kurban Bajramit, të cilët me mallëngjim, me dashuri, me dhëmshuri e presim të gjithë, më thonë ta festojmë. O Zoti i plot fuqishëm, gjithë ata të cilët i kanë bën një jetë, kurbanet e tyre që ti sakrifikojnë vetëm për hatër të kënaqësisë së përfituarit të Zotit, fali, mëshiroj dhe pranova këtë kurban, o i madhi Zot. Në të njëjtën kohë, të gjithë të varfrit të cilët janë në vendin tonë, pasuroj o Zot. Të sëmurit tonë shëroj o Zot. Rinin tonë udhëzoj o Zot. Dashurin, mirëkuptimin, respektin e ndërsjellët na e shton në mesin tonë, o Zot i plot fuqishëm. Kjo është lutja ime që me zërin tim të mallëngjuar trokas në portat e qiellit tënd. O Zot, na jep dashuri dhe respekt për prindërit tonë, për familjet tona, dhe mbi të gjitha këmbët tona na i mba të udhëzuar aty ku ti të jesh i kënaqur. Zoti ju dhash shëndet, ju mëshiroft për gjithmonë dhe ju mbrojt nga çdo e keq.